Mirë se vini në këtë cikël podcastesh ku do të flasim për obezitetin, një sëmundje kronike dhe komplekse me prevalencë në rritje në Shqipëri. Sot kemi të ftuar doktoresh Bariola Duron, mjeke endokrinologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 4 në Tiranë, me të cilën do të flasim për obezitetin në prediabet dhe diabet. Ky cikël podcastesh me titullin Obeziteti, le të flasim për të, mbështetet nga kompania Novo Nordisk dhe ka për qëllim vetëm informimin dhe ndërgjegjësimin e popullatës. Doktoresh Bariola, faleminderit që pranova ftesën për të qenë me ne sot në podcast. Faleminderit juve. Kënaqësi të jem këtu. Për të nisur nga biseda, mund të na thoni se çfarë është prediabeti? Prediabeti është një situatë klinike e ndërmjetme midis të qenurit i shëndosh ose pa diabet, por që ende nuk i plotëson ato kriteret diagnostike për të quajtur diabet mellitus i tipit të dytë. Historikisht kjo është parë thjesht më tepër si një fazë tranzicioni midis të qenurit pa diabet dhe të pasurit diabetit tipit të dytë, por duke qenë se një pjesë e ndryshimeve që do të çojnë në diabet ndodhin në këtë fazë, kjo është një dritare shumë e rëndësishme që mund të ndërhyjmë dhe mund ta rikthejmë dekursin e sëmundjes drejt diabetit të tipit të dytë. Pra, nëse prediabeti si gjendje nuk është se ka ndonjë shenjë klinike shumë të caktuar, shumë specifike. Pra pacienti në këtë fazë nuk ndjen asnjë lloj shqetësimi, le të themi. Nuk ka asnjë nga ato shqetësimet klasike të diabetit, por përgjithsisht diagnostikohet nëpër ekzaminime laboratorike rutinë apo këto check-upet që ne bëjmë normalisht në mënyrë periodike. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe ne e promovojmë bërjen e analizave laboratorike rutinë, sepse prediabeti mund të shfaqet pikërisht në këto ekzaminime pa pasur fare dhe pa qenë pacient në dieni që është në fazën e prediabetit. Pra nga një kontroll rutinë, një person mund zbulojë që ka prediabet. Po. Çfarë duhet bëjë një person kur i thuhet që ka prediabet? Atëherë, kur pacienti diagnostikohet me prediabet, pra sheqeri ka filluar të rritet në gjak, por ende nuk ka arritur ato vlerat limit që ne mund ta quajmë si diabetik i tipit të dytë, gjëja e parë është që duhet të konsultohet me mjekun endokrinolog, sepse situata duhet parë në tërësi, pra duhet bërë një vlerësim i pacientit, jo vetëm për pjesën e sheqerit që është të lartë, por duhet bërë një vlerësim i peshës, i lipidogramës, pra nivelit të yndyrnave në gjak, duhet parë pak më gjerë nëse pacienti ka sëmundje shoqëruese të tjera, tension, sëmundje kardiovaskulare, nëse ka në familje njerëz që kanë diabet, sepse janë dhe faktorë të tjerë që le të themi do të parashikojnë nëse ky pacient do qëndrojë në këtë stad apo do avancojë drejt diabetit të tipit të dytë, sepse është një moment, një dritare shumë e rëndësishme kur ne mund të ndërhyjmë me modifikimin e stilit të jetesës që prediabeti ta kthejë pacientin në normë dhe mos avancojë drejt diabetit të tipit të dytë. Pra këtu ndërhyjmë është shumë e rëndësishme modifikimi i stilit të jetesës. Ku konsiston modifikimi i stilit të jetesës? Rënja në peshë. Në peshë bijem duke përqafuar një stil jetese më të shëndetshëm, pra ham më mirë, ha më pak dhe bëjmë më tepër aktivitet fizik, me qëllim që të bijem në peshë. Është parë edhe nga studime shkencore që edhe një reduktim jo shumë i rëndësishëm, që arrim 5 deri në 10% të humbjes aktuale të peshës, mundet që këtë pacient ta rikthejë në vlera normale të sheqerit. Pra mundet që humbja e peshës të parandalojë. Po, në gjithë ecurinë e diabetit, le të themi kjo është dritara e vetme që ne mund të ndërhyjmë dhe mund të bëjmë një rikthim dhe ndryshojmë gjithë atë ecurinë e sëmundjes. Nga rastet që keni patur ose keni dëgjuar, ndodh shpesh që prediabeti të kalojë në diabet apo më shpesh parandalohet? Pra ku është më... Nuk është se kemi një statistikë të veçantë, kjo do varet nga vullneti i pacientit,
për të rikthyer mbrapa dhe apo për të avancuar drejt diabetit të tipit 2. Statistikisht, rreth 10% e pacientëve me prediabet, nëse nuk modifikojnë stilin e jetesës, çdo vit mund të kalojnë në diabet të tipit të 2. Por nëse motivohen dhe në këtë moment ndryshon totalisht stili i jetesës, pra kalojmë më tepër aktivitet fizik, ushqim më i shëndetshëm, mundet që mos avancojmë në diabet. Pra mund të kaloj diabeti tipi 2 në remision nëse kemi humbje të peshës? Fatmirësisht tashmë po, dhe ky remisioni e ka ndryshuar pak edhe atë emërtimin e diabetit si një sëmundje kronike, që në momentin që fillon terapia ti do jesh gjithkohës në terapi. Domethënë remision quhem ku një pacient që tashmë është diabetik mund të qëndrojë pa medikamente diabeti dhe me vlera normale të sheqerit për një periudhë më shumë se sa 3 muaj. Pra, domethënë, për ta shpjeguar, një pacient që ka vite me diabet, në një moment të caktuar për shkak të humbjes së peshës, mundet që sheqeri i tij të kthehet në normë dhe mos ketë nevojë për asnjë lloj medikamenti për diabetin. Remisioni fatmirësisht ndodh, por varet edhe nga shumë faktorë, se nuk mund pretendojmë që çdo pacient diabetik mund të kalojë në jo diabetik. Një faktor shumë i rëndësishëm është kozjatja e diabetit. Domethënë, nëse pacienti nuk ka shumë vite me diabet, domethënë shanset që të kalojë në remision është më i lartë. Përgjithsisht, kur kanë më pak se 6 deri në 8 vite, remisioni është më i mundur. Së dyti është sasia e humbjes së peshës që ata arrin, sepse remisioni përgjithsisht arrihet nga humbja e peshës. Sa më e lartë jetë humbja e peshës, pra për humbje të peshës mbi 10-15%, remisioni është më i mundshëm. Së treti, varet dhe nga sëmundjet bashkëqyruse që mund të ketë pacienti. Sa më kompleks që të jetë pacienti, aq më i vështirë është remisioni. Por pika kyçe është sasia e humbjes së peshës. Nëse e tham, mjafton nga prediabet në diabet, mjafton një humbje jo shumë e rëndësishme 5 deri në 10%, që të arrijmë remision duhet që të jetë një humbje më e rëndësishme dhe sa më e lartë jetë përqindja e humbjes, aq më i lartë është edhe shansi që një pacient jo diabet me diabet të quhet jo diabetik, por kjo nuk do të thotë që diabeti është shëruar përfundimisht. Diabeti është aty, sepse është një sëmundje kronike dhe shumë komplekse, por sa më gjatë të qëndrojmë në remision pa nevojën e medikamenteve është një fitore edhe për pacientin. Ju e vut shumë theksin tek mbipesha dhe obeziteti. A është mbipesha, a të çon pra mbipesha automatikisht në diabet? Jo. Mbipesha dhe obeziteti janë dy nozologji që bashkëjetojnë me njëra tjetrën, por nuk janë e njëjta gjë. Obezitet nuk do me thënë baras me diabet, jo gjithmonë pacientët me mbipesh apo obez do përfundojnë në diabet, sepse diabeti e ka si shkaktar kryesor mbipeshën dhe obezitetin, por është, siç e thash dhe më parë, është një sëmundje multifaktoriale, ka shumë faktor, ka faktorin gjenetik në mes shumë të rëndësishëm, po, stili jetesës që bëjmë, komorbiditet, pra sëmundjet bashkëqyruse që mund të ketë pacienti. Ama nëse një pacient është mbipesh apo obez, ndodhen disa ndryshime në organizëm që lidhen me atë rritjen e insulinorezistencës. Pra, çfarë ndodh? Kur një pacient shton pesh dhe përgjithsisht ai që quhet dhjami visceral apo në pjesën e barkut, ai nuk është thjesht dhjam që ka thjesht një pjesë thjesht si qëndrim fizik që është ajo pamja jo shumë e këndshme, por dhjami i barkut apo dhjami visceral shërben tashmë dhe si një organ më vete që prodhon substanca inflamatore, substanca hormonale që ndikojnë në rritjen e insulinorezistencës. Pra trupi jon prodhon insulin, por trupi nuk i përgjigjet kësaj insuline dhe kur prishet kjo balanca që
pankreasi prodhon insulin, trupi bën rezistencë dhe vjen një moment që pankreasi lodhet, kjo pastaj mund të çojë në diabet. Pra, nuk janë e njëjta gjë, por tashmë trajtohen pak a shumë si e njëjta sëmundje, sepse përgjithsisht pacientë me diabet 80-90% e rasteve janë mbi peshë, por ka dhe pacientë që janë me diabet dhe janë normë peshë, sepse mund të lidhet me faktor të tjerë siç është faktori gjenetik apo edhe lloje të tjera të diabetit. Po tani dhe trajtimi bëhet bashkarisht, edhe në rekomandimet e fundit të shoqatës amerikane, ruajtja e peshës, mbajtja e peshës, reduktimi i peshës është si një ndër shtyllat e terapisë diabetit. Ju përmendët stilin e jetesës, çfarë duhet bëj dikush për të patur për të shmangur rreziqe që vijnë nga mbi pesha? Stili i jetesës përgjithsisht fokusohemi vetëm te pjesa e ushqimit, por nuk është vetëm pjesa e ushqimit. Domethënë një shtyllë është dieta, që është shumë e rëndësishme. Dieta konsiston në ushqim cilësor dhe larmishmëri. Nuk është se ka një ushqim specifik që ne duhet ta konsumojmë, janë një sër ushqime që duhet të jenë pjesë e dietës sonë të përditshme. Shtylla e dytë është aktiviteti fizik, nuk është se duhet në një sforcë le të themi shumë e madhe, mjafton edhe 150 minuta në javë, që nuk janë shumë, i bie rreth 30 minuta në 5 ditë të javës, aktiviteti moderuar që përfshin pak a shumë të gjithë muskujt e mëdhenj, siç mund të jetë një ecje pak me hap pak më të shpejtë se sa normalja, e kombinuar mbase edhe me disa ushtrime force, siç mund të jenë për shembull ushtrimet me peshën e trupit. Një shtyllë tjetër shumë e rëndësishme është edhe gjumi, që ndonjëherë mbase edhe nënvlerësohet. Domethënë ne merremi me pjesën e dietës dhe aktivitetit fizik, por gjumi është shumë i rëndësishëm sepse gjumi më shumë orë se sa duhet apo më pak orë se sa duhet, ose në orët normale, por me cilësi jo shumë të mirë, pra zime shumë të shpeshta, gjumi jo shumë cilësor, aktivizojnë disa hormone, siç është hormoni i stresit apo kortizoli, ose prishin pak të balancat hormonale midis hormonit që frenon oreksin dhe atij që rrit urinë dhe mund të çojë në mbi peshë apo shtim të peshës. Dhe një tjetër shtyllë shumë e rëndësishme që tani po futet edhe në rekomandime për menaxhimin multidisiplinar të pacientëve me diabet dhe mbi peshë, është edhe menaxhimi i stresit kronik, sepse edhe stresi është një faktor që ndikon qoftë rritja e hormoneve të stresit, por nga ana tjetër edhe te kequshqyera, se siç e dim pacientët që janë në stres tentojnë që të hanë këto ushqimet hiperkalorike, që detyrimisht pastaj çojnë edhe në shtimin në peshë. Pra nuk është një këshill, nuk është vetëm një faktor, janë disa faktorë që duhet të ecin në harmoni me njëri tjetrin që të plotësojnë ato kriteret për një jetë domethënë një stil jetese më të shëndetshëm. A është më e rëndësishme aktiviteti fizik apo dieta, apo secila ka rëndësinë e vet në këtë mes? Këta janë dy komponentë që nuk duhet jenë asnjëherë në garë me njëri tjetrin, por duhet jenë në bashkëpunim për të arritur qëllimin final, që është rënia në peshë. Si dieta dhe aktiviteti fizik kanë rëndësinë e tyre. Në fillim, mbase dieta mund të duket pak më e rëndësishme te pjesa humbjes së peshës, sepse kemi më të lehtë për të ngrënë më pak kalori se sa të djegim ato kalori që kemi ngrënë. Por aktiviteti fizik, përveç se shkakton këtë deficitin kalorik, pra atë balancën midis asaj që ham dhe asaj që djegim, është parë që ka efekte shumë të rëndësishme dhe për te humbjes apo ruajtjes së peshës, sepse ndikon pozitivisht edhe tek përmirësimi i insulinorezistencës, te ulja e rrisjeve kardiovaskulare që këta pacient mund të kenë. Pra, mbase në fazën e parë në rënien në peshë dieta mund të marrë më shumë rëndësi, por për afatgjatë dhe për mbajtjen e peshës, që është dhe faza le të themi më e vështirë për pacientin, aktiviteti fizik merr një peshë shumë të madhe sepse ka dhe benefite të tjera ekstra. Por siç thash, to janë të dy paralelisht për të arritur qëllimin final, nuk duhem parë kush është më e rëndësishme se sa tjetra. Secila ka rëndësinë e vet. Po tek pjesa e ushqimeve mund na tregoni se cilat janë disa nga ushqimet ku duhet përqendrohen personat që
Ne kemi fatin që jetojmë në një zonë që kemi një dietë që tashmë cilësohet si dieta më e mirë dhe më e shëndetshme, që është dieta mesdhetare. Nuk është se ka një ushqim specifik, siç e thash. Është shumë e rëndësishme cilësia e ushqimit, pra jo vetëm që të jetë e larmishme, por dhe të shmangim sidomos ushqimet shumë të përpunuara dhe shumë kalorike, por dieta fokusohet kryesisht tek karbohidratet integrale, të themi, orizi integral, makaronat integrale thekra. Fokusohet te pjesa e frutave dhe perimeve, por jo me përmbajtje amidoni, pra perime jeshile, jo familja e patates. Tek proteinat qoftë me bazë shtazore, siç mund të jetë peshku, por edhe proteina me bazë bimore, siç janë bishtajoret, që janë një grup shumë i rëndësishëm dhe duhet të jetë i përfshirë në dietën e përditshme. Dhe siç e thash, edhe vajrat që janë përgjithsisht të shëndetshëm, siç mund të jetë, ose yndyrat e shëndetshme, le të themi vaj i ullirit, avokado, pjesa e frutave të thata apo arroreve. Dhe tjetër duhen shmangur të gjitha ushqimet që janë shumë të përpunuara, të përgatitura jashtë, lëngjet me shumë sheqer apo shumë kalorike. Dhe cilat janë disa nga gabimet më të zakonshme që ju shikoni që bëjnë personat me diabet që duan të humbin peshë? Ka disa gabime. Një përgjithsisht përdorin dieta shumë strikte. Do të thonë zgjedhin dieta që ka një numër shumë të ulët kalorish, ose dieta me konsumimin vetëm të një produkti të caktuar. Këto në fazën e parë mund të duken shumë efektive, sepse pacienti për një periudhë shumë të shkurtër mund të humbasë shumë kilogram, por janë shumë të vështira për të arritur mbajtjen e peshës afatgjatë, që siç e thash, është faza dhe më e vështirë. Së dyti, fokusohen shumë tek numrat, le të themi, dhe mundet që ta humbasin pak atë motivimin. Tashmë dihet që dhe një humbje shumë e lehtë, modeste, qoftë edhe 5 apo 10% e peshës, ka efekte shumë të mira metabolike. Domethënë nuk duhet parë thjesht si një numër, por dhe efektet shumë pozitive që kjo rënje edhe modeste në peshë mund të japi organizmit. Pra mund të bie dhe amosja e mëlçisë, mund të përmirësohen yndyrnat, mund të përmirësohet sensitiviteti i trupit ndaj insulinës, mund të bjerë tensioni arterial, mund të ulen gjithë rrisjet kardiovaskulare në tërësi. Së treti, pacientët humbasin shumë shpejt motivimin. Përpiqen për një periudhë të shkurtër dhe ju duket sikur kjo nuk është mjaftueshëm efektive dhe pastaj e ndërpresin. Së katërti, vetë humbja e peshës ka një kurbë specifike, pra ndodh rënja e rëndësishme në fillim dhe pastaj arrihet një peshë pak a shumë e qëndrueshme, ose faza platoj që i themi, që pacienti apo personi nuk arrin më të humbasë peshë. Është një ecuri normale e parashikuar, sepse trupi jon ka disa organizëm që do që ta ruajë atë peshën që tashmë ka. Kështu që edhe në këtë pikë pacientët e humbasin motivimin dhe i rikthehen asaj stilit, do të thonë nuk e humbasin motivimin për të vazhduar në peshë, që mund të jetë edhe më ngadalë se sa pjesa fillestare, dhe mund të kthehen në stilin e jetesës së mëparshme. Nuk i japin rëndësinë e dur atë që i tham gjumit dhe stresit kronik, që janë disa faktorë shumë të rëndësishëm që ndikojnë në peshë, por edhe nga ana tjetër nuk vlerësojnë edhe medikamentet që janë duke marrë, sepse ka disa medikamente, qoftë edhe për diabetin e tipit të dytë, që mund të kenë efekt mund të rregullojnë sheqerin, por mund të kenë impakt tek pesha. Por kjo pjesa e dietave strikte e shohim shumë rëndom, që bëjnë dietë me një produkt të caktuar. Nuk mund të hash gjithkohës një produkt, sepse ti humbet edhe larmishmërinë e ushqimeve, e arrin atë deficitin kalorik, por është shumë afat shkurtër, është shumë e vështirë për të mbajtur në afat gjatë. Pra,
duke parë këta gabime që bëjnë, nevojitet të kërkosh ndihmë nga një profesionist? Dhe kur duhet dikush të drejtohet tek profesionisti për menaxhimin e peshës? Sigurisht, kërkimi i ndihmës duhet të jetë sa më i hershëm, sepse ne kemi një koncept të gabuar që mendojmë që kur obeziteti është morbid, do të thonë kur arrin disa shifra alarmante, atëherë është momenti që ne duhet të kërkojmë ndihmë. Obeziteti dhe diabeti janë sëmundje kronike dhe normalisht ndërhyrja duhet të jetë sa më e hershme. Pra ndihma duhet kërkuar qoftë edhe në atë stadin e mbipeshës, pra raporti i peshës me gjatësinë nuk i ka plotësuar kriteret për të quajtur një pacient obez, por është mbi peshë. Sidomos kur mund të ketë faktorë të tjerë rreziku që mund të jenë sëmundjet e tjera bashkëshoqëruese. Ndihma duhet kërkohet kur edhe pacienti ka tentuar vetë, siç e tha, me këto dietat e veta jo profesionale dhe nuk ka arritur qëllimet që kërkon. Ndihmë duhet kërkohet edhe kur mbipesha apo obeziteti ka filluar që të prishë cilësinë e jetës së pacientit. Por obeziteti është një sëmundje multifaktoriale, kronike, që trajtohet nga ekipe multidisiplinare. Kanë rënë tashmë ato teoritë që trajtimi i diabetit i obezitetit është vetëm dieta. Pra është një kompleks mjekësh që futen në lojë, që është endokrinologu, është nutricionisti, me një dietë të personalizuar, me një aktivitet fizik po ashtu të personalizuar për pacientin në varësi të qëllimeve që kemi apo sëmundjeve bashkëqyruse që ka, por dhe suporti gjithmonë psikoemocional i këtyre pacientëve me mbipeshë apo obezitet. Për të qëndruar këtu, mund të na shpjegoni se si ndikon obeziteti tek shëndeti mendor i pacientëve me diabet, por edhe tek prishja e cilësisë jetës që përmendet pak më përpara? Të gjitha sëmundjet kronike, përfshirë këtu dhe obeziteti dhe diabeti, le të themi e prishin cilësinë e jetës së pacientit, sepse nuk është njësoj si të jesh një njeri normal pas një sëmundje dhe një person që ke disa sëmundje kronike që minimalisht duhet të harxhosh kohën tënde, të shkosh për ekzaminime, të bësh analiza, të qëndrosh në radhë për të takuar mjekun, të qëndrosh në radhë te farmacia për të marrë ilaçe, domethënë të gjithë to të kesh gjithë të luftën e brendshme që të mbash një stil jetese të shëndetshëm, pra të koordinosh ushqimin me aktivitetin fizik, po nga ana tjetër shumica janë dhe popullata aktive që duhet shkojnë dhe në punë dhe të sigurojnë, kështu që e gjithë ky kompleks i gjërave që ata duhet të menaxhojnë si të smur kronik, normalisht nxit një farë ankthi dhe stresi, që siç e tham, nga ana tjetër aktivizon disa rrugë të tjera hormonale që ndikojnë negativisht te pjesa e peshës apo parametrave metabolik. Por nga ana tjetër dhe obeziteti me atë stigmatizimin që i bëhet dhe i vihet, apo paragjykimin që mund të ketë nga familja diçka më pak, por nga shoqëria, ndonjëherë edhe nga profesionistët, niveli mjekëve, nutricionistëve, sepse nuk është një dështim, nuk është thjesht një dështim personal diabeti apo obeziteti, siç mund të themi cilësohet tashmë. Është një sëmundje shumë komplekse, multifaktoriale, në nivel gjenetik, metabolik, hormonal, nuk varet thjesht nga vullneti i pacientit, por ky paragjykimi që ndonjëherë ju bëhet e nxit edhe pak më shumë këtë stresin apo ankthin që këta pacient mund ta kenë edhe vetë nga të qenit sëmundje kronike. Dhe kjo ndikon pak negativisht edhe te pjesa e menaxhimit të sëmundjes, sepse pacienti mbase humbet atë motivimin për të menaxhuar peshën, humbet vullnetin për të menaxhuar mirë sëmundjen, humbet atë qëndrueshmërinë edhe kur e humbet peshën për ta mbajtur peshën në kontroll. Kështu që janë të ndërlidhura. Pastaj ankthi, stresi, siç e tham, ndikon negativisht te mbipesha dhe fillon një rrjedh vicioz që ne duhet që ta ndërpresim. Pra është shumë e rëndësishme që këta persona të kenë një mbështetje emocionale nga familjarët, nga miqt.
Po, sepse gjithçka fillon aty në familje, sepse obeziteti dhe diabeti nuk është se janë sëmundje individuale, prekin individin, por edhe pacientët që edhe familjarët e pacientit. Tani për t'ia bërë rrugën pak më të lehtë, duhet që familjarët të përfshihen në këtë procesin e pacientit për të rënë në peshë, për të bërë një stil jetese të shëndetshme. Si mund të përfshihen? E para duke bërë të gjithë të njëjtin stil të shëndetshëm jetese, që është shumë e rëndësishme edhe për ata, domethënë të ushqen të gjithë shëndetshëm, ta motivojnë për aktivitete fizike mbase në grup familjar apo në grup shoqëror, të shmangin, le të themi, pazaret e gjërave hiperkalorike apo jo të shëndetshme për në shtëpi, megjithëse ata mund mos jenë me diabet apo obez. Duhet i motivojnë. Domethënë duhet i motivojnë gjithkohës që nuk është e rëndësishme vetëm ai numri në peshore sa kile po humbet, por çdo kilogram që ne humbasim ka një benefit shumë të madh mbrapa, qoftë sheqeri, qoftë kyndyrnat, qoftë rrisjet e tjera që mund të ketë ky pacient. Duhet jemi shumë motivues dhe ne si profesionist. Ju thash që mbase ndonjëherë mund të niset vizita me paragjykim, le të themi, sepse duket sikur pacienti ka dështuar në përpjekjet e tij individuale, por nuk duhet marrë si një dështim. Duhet që të jemi motivuar në çdo nivel, në nivel familjar, nivel shoqëror, nivel profesionistësh. Madje jashtë, pjesa e këshillimit psikologjik është një ndër hallkat multidisiplinare që këtyre pacientëve ju bëhet. Ju vihet në dispozicion. Doktoresha, duke qenë si jemi në fund të bisedës, do doja nga ju një mesazh për gjithë ata që na ndjekin, për personat që vuajnë nga mbipesha, nga diabeti, por edhe gjithë popullatën në tërësi, se si ata të kujdesen për shëndetin e tyre. Pak a shumë i dham edhe disa mesazhe duke bërë këtë diskutimin bashk, po kjo që edhe përmenda edhe në fund, që edhe diabeti dhe obeziteti janë sëmundje kronike, shpeshherë recidivante, afatgjata, multifaktoriale, nuk duhen parë si një dështim personal i pacientit. Duhet që të gjithë të punojmë në ekip për mirëqenien e pacientit. Nuk duhet të shihet thjesht si një shifër, nuk duhet të shihet si një vlerë sheqeri, si një vlerë BMI, por duhet shihet në kompleks, duke marrë që tek vlerësimi i tij psikologjik, te vlerësimi i tij fizik dhe pastaj gjithë vlerësimet e tjera metabolike, sëmundjet bashkëqyruse për të vendosur një plan trajtimi sa më efikas. Tjetër është duhet që të motivojnë që të jenë të qëndrueshëm në ruajtjen e stilit të jetesës dhe ruajtjen e peshës. Pjesa më e lehtë është humbja fillestare, por pjesa më e vështirë është mbajtja e peshës. Dhe siç e thash, nuk duhet para ajo humbja e peshës thjesht si disa kilogram, janë shumë benefite mbrapa asaj rënies në peshë që mund të vinë nga kjo. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi. Besoj gjithë informacionet që ndan do të jetë të vlefshme për gjithë ata që na ndjekin. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët. Bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, miru takofshim.